Ndoshta ka qenë një moment i hidhur para 8 viteve, kur kam humbë babën dhe kam qenë punë pranë. Ka qenë një moment shumë jashtëzakonisht i vështirë për mua, po kur e merr lajmin dhe je shumë larg, është shumë e vështirë. Vetëm kush e ka provuar din. Mirëmëngjese. Mirëmëngjese. Kush na thot mirëmëngjese? Nga Franca, ju thirri. Bonjour, Franca. E kemi Francën. Kush na përshëndet nga Franca? Gjevahirja nga Franca. Edhe njëra Gjevahira? Ja, po. E kemi pas edhe ditëve të kaluara Gjevahirën. Apo Gjevahira? Nuk e di që e kemi pas ndonjëherë. Po, se më kujtoj që mësusja jame tani ka pas emrin Gjevahira. Zona Gjevahira atë kemi pas edhe ndonjëherë në emision? Jo, është hera e parë. Po, pas me dhe një Gjevahire tjetër. Se kemi ngatruar me një Gjevahire. Faleminderit shumë e dashur. Qysh je, qysh është Franca andaj? Mirë, shumë mirë. Që t'ju mojtë koha, Gjevahire? Shi, shumë shi. Okej. Apo të mungon vendlindja? Shumë. Kur është tira fund të që? Kur kemi ardhë? Ki smerë në fund të shkurtit. Tu pas ka na frudet, ju pas ka na frudet. Po, gatë që po. A i ti prit me gzim me ardhë? Kastu, falë. A i tu e prit me gzim me ardhë? Shumë me gzim. Ju njeki çdo mëngjes, ka një muj që ju ndjekim çdo ditë, vajza ime është 8 vjeçë dhe ku qoftë mëngjes më thotë, në shoj televizorin aty ta ato vajza që folin. Për qape shumë vajzën, shë ku emrin vajza? Delvina. E përshëndesim shumë. Ti për shumë edhe ju përqafojmë shumë, nëse vish doni ndonjë këngë se mu inkuadru në temë, lirisht, nëse vish ke mujtë me pa dhe temën. A, ke mujtë me pa temën? Një moment t'hidhur, një jetën të ande, po. Po. Janë disa momente t'hidhura, po nuk e di cilën do ta kisha veçu. Ndoshta ka qenë një moment i hidhur para 8 viteve, kur kam humbë babën dhe kam qenë punë pranë. Ka qenë një moment shumë jashtëzakonisht i vështirë për mua. Edhe sot kur e kujtoj, më duket është shumë, e përjetoj shumë keq. Sidomos kur je larg. Ndoshta ku je në vendlindje dhe i ke gjanat nga afër, duket sikur i pret, duket sikur, po kur e merr lajmin dhe je shumë larg, është shumë e vështirë. Vetëm kush e ka provuar din. E vërtet, unë tash, unë e kom provu ndjenjen se si është me humbë njonin prend, në këtë rast babën njëjtë sikur se te, po halo ma madhe është dhimbja kur e din që je larg edhe nështë të kanë mungu shumë momente me i kalu me të, kështu që po urojt dhe përshpresoj që kemi i ru kujtimet ma të mira me të. Edhe është shumë interesant se tash sa herë që shkojnë pushime, më duket si futëm, si hy në barë, më duket sikur e shoh gjithmonë që sikur dilke përpara. A beson ku je aty, pajtohesh me ata që nuk është ma dhe e mëson. A beson zona Gjevahire, Polina, qëto nëse s'pot pengojna dhe ty, zë tash të banë në bashkë bisedim jehun, shpesh edhe nana jam thot se nuk i ka dy prindët, sa herë që koj të vlaznit me nejtë të shpia e babës edhe e nanës, të dera të hi, të gjysh më kap një farë emocioni se e di që gjithë nana ka dalë më mprit, ose baba ka dalë më mprit, kështu që po të kuptoj shumë mirë, po e tillë është jeta, gurbeti jehun. Është, po. Gjevahire, a dona i kong diçka më disponoj muzikë? Shumë e vështirë është. Ndështë tjerët mendojnë thojnë, po ju që po vuni çka shumë se s'po ktheheni. Po. Kam pas shumë raste që thojnë, po ju që ju mungon çka shumë, pse nuk po ktheheni? Po tash ne kemi mbet këtu as me as kënaj. Lind këtu, rrit këtu, është një, se unë personalisht për shembull ne që jemi rrit, a ne isha këtu me një herë pas një problem. Po janë disa gjana që nuk mundesh ashtu aq lehtë. Unë a din çka them, unë e them inshallah një ditë këtë kthehen. Unë e kom qenë për inshallah. Po është pak edhe problem kjo pjesa. Është problem, po është edhe kënaqësia e unë spajtona me ty. Është edhe zgjidhja në të njëjtën kohë, pavarësisht që mund të jetë edhe e vështirë, sepse me patjetër jetën që e keni atje nuk e keni me pas këtu në asnjë formë. Sidomos për pjesën e fëmijëve. Po atje ka shumë zgjidhje, atje ka shumë gjëra që mundeni me i realizu, këtu ndoshta të mesin pengët dhe dëshirat, edhe kjo të krijon mandej pengë të tjera. Edhe për këtë arsye e di që shumica kanë të pamundur me u rikthy, po të pamundur. E pamundur unë realisht nuk ka asgjë të pamundur, gjithçka është e mundur kur dëshiroj me arrit. Për këtë arsye
për këtë arsye unë këtë vjetom, hajde një kthehuni. Kthehuni. A ta lëshojmë një këngë, çfarë po do zënë Xhevaire? Inshallah në ditë do të bëhet mirë. Një këngë nuk po është ka shumë kërkesa, një këngë për kur beqar, këtu për gjë. Hajde o bo, një pak më relaksuese. Zënë Xhevaire, faleminderit shumë që ishte hera parë që na telefonove, të presim prap. Bonjour, madame. Për me akton jam prej Shqipërie, nuk jam e Kosovës, jam prej Shqipërie. Ah, sa mirë, Për cilit vend Shqipëri? Unë jam prej Kuksi. Kuksione, ani ofër që në kemi. Qaty ofër, në Kuksi, qaty ofër. Hajde Kuksione, ja jonë. Të përqafojmë shumë zënë Xhevaire, tëng. Bonjour, madame, du quoi, du soir.